nga ky aeroport nuk fluturojnë vetëm avion, por dhe paratë e shqiptarëve nëpërmjet skemave abuzive të Shefqet Kastratit, i cili zotëron këtë koncesion. Vetëm në vitin 2024, fitimi i deklaruar ishte 40 milion euro, por në fakt fitimi është edhe më i madh se sa kaq dhe sot dua ta ekspozoj këtë aferë, të cilën do ta kallëzoj edhe në prokurori, sepse besoj se vetëm nëse ndërtojmë raporte të ndershme mes pasurisë publike dhe atyre që i përdorim, ky vend mund të ecë përpara. Në marrëveshje koncesionare, sankcionohet se shteti shqiptar do të përfitojë 30% të fitimit të kompanisë. Për të ulur pjesën që i takon shtetit, Shefqet Kastrati ka vendosur që të fusë në lojë në kontraktor kompanitë e veta, të cilat mbifaturojnë duke rritur artificialisht shpenzimet. Përkatësisht, Albanian Aviation Management dhe Tirana Ground Holding SPK, të dyja këto kompani në pronësi të Kastratit kanë përfituar nga aeroporti i Rinasit rreth 10 milion euro në vit. Kërshia mbitor është se nga këto 7 milion euro janë faturuar si trajnim e stafi. Pra rreth 7 milion euro në vit shpenzohen për trajnimin e stafit të aeroportit. Skeme ngjashme me atë të Bankers Petroleum, një tjetër hajduti të mirave publike. Pra, Kastrati, lekët që duhet të ndante me shtetin shqiptar, i deklaron si shpenzim tek kompanitë e tij. Nuk mjaftohet me kaq, por paratë e aeroportit janë përdorur për t'i dhënë hua kompanive të tjera të tij. Hua e cila normalisht do të duhej që të trajtohej si e tillë dhe duheshin paguar interesat shtetit shqiptar. Por në fakt, qeti me lekët e shtetit financoi kompaninë e tij pa asnjë problem. Dhe këto janë vetëm maja e icebergut. Se fundja, kush do e kontrolloj? Dela apo palloshi i Belës? Ndaj ka vendosur që për këtë çështje të drejtohem SPAK, sepse besoj që ata të paktën do kenë kurajon të jetojnë dhe mbajnë përgjegjës një nga zhvatësit më të mëdhenj në historinë e fondeve publike shqiptare, Shefqet Kastratin, i cili, sot që flasin, menaxhon në rrugën e Kombit dhe kursen lekët e Kripës të Dimër. Ka gati monopolin e naftës duke abuzuar me çlimin e cilësinë e saj. Përmbyti Durrësin duke spostuar hidrovorin për portin e tij dhe na grabit me anë të menaxhimit të aeroportit të Rinasit. Forca SPAK, gjeje kurajon siç e gjej edhe unë.